إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qëndruam herës tjetër të mësimit që kaloi tek çështja e përqendrimit, përkushtimit namaz dhe shikimin vendin e sejdës. Tham, pra që ta lidhim mësimin me mësim, që personi duhet të jetë i përkushtuar, i përqendruar namazin e tij dhe të largohet nga çdo gjë që e prekupon, ja heq atij mendjen nga përqendrimi në namaz. Dhe prej tjerave që tham këtu, ishte edhe që mos të falet kur është ushqimi prezent, pra një ushqim që ai e do, e dëshiron, gjithashtu mos të falet kur ka nevojë pra për të dalë jashtë, pra ujë holl apo ujë trash, gjithashtu pra tjetë drejtohet nga kibla dhe mos kthehet majtas apo djathtas, sepse kjo është një vjedhje që shejtani ja bën namazit të robit. Pra këtu ishte tema, këtu qëndruam. Normal që të flasim pak për disa shkaqe që e ndihmojnë personin që të jetë i përqendruar namaz, të jetë i përkushtuar namaz. Pra flasim pak për këtë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është vjedhje pra kthimi djathtas apo majtas, është vjedhje që ja bën shejtani namazit të robit. Thotë Sheikh Uthemini, Allahu e mëshiroft komentin e këtij hadithi, pra kjo fjala ihtilas është ta marrësh diçka fshetas, pra ta vjedhësh ta marrësh fshetasi, thotë pra shembulli është sikur shejtani do që ta mangësoj namazin e njeriu duke ja zbukuruar atij kthimin djathtas apo majtas. Pra shejtani çfarë do prej robit kur është duke u fal? Pra ta nxisi, ta cysi që ai të kthehet dhe mos jetë i përqendruar. Këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur vjedhje që shejtani ja bën namazit të robit. Thot pra tek dobit e këtij hadithi, Sheikh Uthemini gjithmonë komenti i Bulughul Maram, thotë ky hadith ka paralajmërim që mos kthehesh namaz djathtas apo majtas, sepse momentin që ti e bën këtë gjë, atëherë ti ke marrë urdhrat e shejtanit, që është armiku yt, prandaj është obligim që të ruhesh nga cytjet, nga urdhrat e shejtanit. Kjo është për sa i përket këtij hadithi. Hadithi tjetër, pra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në të që nuk ka namaz kur ushqimi është prezent dhe as kur ti ke nevojë dalësh jashtë, qoftë ujë holl apo ujë trash. Thot, pra kjo fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtu nuk ka namaz. Do thot që mos ta fillosh namazin apo mos ta vazhdosh namazin. Çfarë kuptimi ka? Pra, ti e ke këtë problem, mos e fillo fare, ama ose e ke fillu po mos ta vazhdosh. Thot çiku këtu, pra ajo që themi është që mos ta fillosh namazin. Porse, nëse njeriu e ka filluar namazin dhe gjatë namazit i ndodhi kjo nevojë për dal jashtë, a thot a prishet namazi apo themi që mund të largohesh, ta lesh namazin apo të vazhdosh. Thot, pra është ajo ne themi që personi mund të largohet dhe mund të vazhdoj. I themi të dyja. Pra mund të largohet përderisa të erdhin kjo nevojë ti ta lesh namazin dhe largohesh, mundesh dhe të vazhdosh. Por se nëse arrin një grad shumë të rënd, pra po flasim tani mbasi ke hyrë namaz. Fillimisht është mos hysh namaz këtë gjendje, po hyre namaz. Të ndodhi kjo gjë namaz. Ç'a më bë? Thot mundesh të vazhdosh, mundesh dhe ta lesh. Po vazhdove, thot dhe arriti në atë grad që është shumë e rënd, ti nuk po duron dot më, atëherë më parsore që ti mos të vazhdosh. Pse? Sepse je duke i bërë dëm vetes. Normal që kjo është e dëmshme për robin, është e dëmshme për shëndetin. Pra që ti ke nevojë dalësh dhe ti e mban dhe duron etj më radh. Dhe tjetra gjithashtu thot, zemra të prekupohet, sepse nuk je i përqendruar namaz, Pra, këtu për sa i përket kur ushqimi është prezent, kjo nuk është e pakufizuar, por se është ushqim që ti ke nevojë për të, e dëshiron atë dhe normal që ky ushqim në pozitën tënde, në hakun tënd është halal. Patjetër pra si tha shehu, një ushqim që robi e dëshiron, dhe Sheikh Albani dhe Sheikh Uthemini. Pastaj te dobit e hadithit, ka thënë Sheikh Uthemini Allahu shrof gjithashtu që këtu shihet gjendja e personit që njeriu t'ia japi hakun vetes tij, sepse
që të prezantoj, ose që të jetë ushqimi prezant, dhe ai e dëshiron, ka nevojë që të haj, kjo gjë normal që doja prokupoj mendjen e tij nëse ai nuk ha, atëherë i themi që ha, pra nuk ka dyshim, sepse kjo është prej dobive të shariatit që shife është kujdes pra që t'ja lehtësoj robit. Gjithashtu, pra ky rast patjetër duhet të jetë, pra ky hadith përdoret ose zbatohet kur personi ka shumë nevojë e dëshiron atë ushqim, sepse shkaku i ndalesës namazit në tillë rast ose në këtë rast është që personit mos t'i largohet përqendrimi dhe përkushtimi. Pra, nëse ai nuk e ka shumë nevojshëm ushqimin, atëherë thot nuk ka ndalim, sepse gjykimi fetar rrotullohet, vërtitet rreth shkakut që ka ardhur ndalimi për të. Qartë? Kjo ishin për sa përket pra dy haditheve, çështja e vjedhjes shejtanit dhe çështja e pra mos të falesh kur ke nevojë për të dalësh jashtë ose kur ushqimi është prezant. Para se të kalojmë te tema tjetër, pra te duhaja e hapjes namaz, tu lexoj diçka nga Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, pra ku ka përmendur disa nga shkaqet që e ndihmojnë personin që të jetë i përqendruar namaz. Por se para se t'i fillojmë ato, të lexojmë pra që të lidhet tema, sepse ka përmendur sa dobi të bukura këtu. Thot Allah më shiroft, ku ka përmendur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që mu më është bërë kënaqësia e syve të mi, kënaqësia e zemrës time në namaz. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kënaqësinë e tij e ka pas kur falte namaz. Thot, kjo fjalë që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është grad më e lartë se sa thjesht e donte namazin. Sepse pra namazi është kënaqësi shumë e madhe pra në këtë botë, sepse ti pra flet me Allahun xhallahu ala. Kush është ai që nuk i kënaqen syt, nuk i kënaqet zemra, pra nuk i qetësohet zemra. Tek do vi hadithi te Fatihaja që kur robi thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu thot një fjalë. Kur thot Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu thot një fjalë. Pra, kur ti thua Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu xhallahu ala të përgjigjet dhe thot Hamidani abdi. Kur ti thua Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu xhallahu ala thot Athna alayya abdi. Kur ti thua Maliki Yawmiddin, thot Allahu xhallahu ala Majjadani abdi. Pra, gjitha falenderimet, lavdërimet i takojnë Allahut, Zotit botrave, Allahu xhallahu ala thot më falenderoj dhe më lavdëroj robi im. Momentin që ti thua Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu thot e përsëriti lavdërimin tim me cilësi të larta robi im. Momenti që ti thua Maliki Yawmiddin, Allahu xhallahu ala thot madhroj robi im. Qartë, pra ti flet, i thu këtë fjalë dhe Allahu të përgjigjet. Qartë, thot, pra ti kënaqesh duke përmend Allahun, i nështrohesh atij, i përulesh atij, thot je afër Allahu xhallahu ala, sidomos në gjendjen kur ti je në sejdë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë, na ka nxit ne që kur jemi në sejdë, ta shumojmë duan, sepse është moment që jemi afër Allahu xhallahu ala. Ka përmend hadith. Ngjojeni thot fjalën, thot shifeni fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Bilal, pra Bilali ishte muezini i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na rehato me namaz. Na rehato me namaz. Shife thot, pra bëri qartë se rehatin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte namaz. Siç përmendi që kënaqësinë e kishte namaz, te ky hadith thot që rehatin e tij e kishte namaz. Thot, ku krahasohet pak këtë me fjalën e dikujt, falemi e të bim rehat. Qa distancet madhe ka. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, thirrë ezanin që ne të rehatohemi. Dikush tani vjen dhe thot, falemi të bim rehat. Ka dallim shumë të madh. Ka dallim, thot shive këtë fjalë me fjalën e dikujt që vjen dhe thot, pra thot këtë fjalë. Personi që do Allahun xhallahu ala, rehatin e tij, kënaqësinë e tij e ka namaz. Kurse ai që është i shkujdesur, ai që i kthen shpinën, nuk ka pjesë prej kësaj. Madje thot, namazin e ka të vështirë. Thot, kur çohet në të namaz, ndoshta thot sikur është mbi prush, ose ne themishim ne mbi gjemba. Pra sikur është mbi prush derisa ta mbaroj. Namazi më i dashur te ky person është ai që është më i shpejti.
Pra ai që falet më i shpejt për këtë person, Allahu na rrit mos na bëft kështu. Pra është ai që falet sa më shpejt. Pra ai që falet sa më shpejt, ata thotë ky është namazi më i mirë. Ndërkohë që shifeni pra fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse për këtë person namazi nuk është kënaqësi, për zemrën e tij nuk është rehati, dhe robi kur me diçka kënaqet, rehatohet, gjëja më e vështirë për këtë person çfarë është? Që ta lejë këtë gjë, të largohet nga kjo gjë. Pra, nëse ti ke arrit gradën që namazi është kënaqësia jote, namazi është rehatia jote, gjëja më e vështirë për ty është kur mbaron namazi. Pra ke siklet, ke vështirësi kur mbaron. Kurse për këtë personin tjetër është çfarë? Ma namazi më i mirë, më i kënaqshëm për të është ai që mbaron sa më shpejt. Allahu na ruajtë në përmirësoj gjithë. Thot, pastaj dije thot, pra si të bëhet ky namaz kënaqësi për ty? Thot janë 6 pozicione. I pari, sinqeriteti. I pari, pra kush janë ato gjëra që të shtyn ty që ta arrish këtë kënaqësi në namaz, rehatin namaz. Thot sinqeriteti. Pra, që të jetë gjëja që të shtyn ty, gjëja që të nxit ty, të kesh shpresë dhe dëshirë për atë, pra për shpërblimin e Allahut, për shikimin e Allahut, pra ta duash Allahun xhallahu ala, të kërkosh kënaqësinë e tij, të kërkosh afrimin e tij, të jesh afër tij, të bësh shkaqe që Allahu doj ty, të zbatosh urdhrat e tij. Pra, mos të jetë nxitja për këtë namaz, që ti po çohesh që ta falësh të namaz diçka prej gjërave të kësaj bote. Por se ta falësh të namaz duke kërkuar fytyrën e Zotit të lartësuar, pra që të shohësh fytyrën e Allahut xhallahu ala, nga që ke dashuri për Allahun, ke frikë nga dënimi i tij dhe shpreson se ai do ta shpërblej dhe do të falë. Pra, nëse do që të kesh një namaz, pra që të jetë qetësi për ty, kujto gjithmonë sinqeritetin. Kujto çështjen e sinqeritetit. E dyta, thot që ti ta kesh zemrën tënde këtë namaz, pra ta kesh vetëm për namaz, gjithë mundin t'i drejtohesh këtij namazi. Pra që t'jesh i sinqert, t'jesh i çiltër, t'jesh i vërtet, që ta kryesh të namaz formën më të mirë dhe në formën më të plotë, si nga brendësia jote, si nga e jashtëmja jote, sepse namazi ka diçka të brendshme dhe diçka të jashtme. Gjëja e jashtme janë veprat që shifen, fjalët që thuhen, kurse e brendshmja është frika që ke kashi Allahut, përkushtimi që ke, përqëndrimi që ke, mendon gjithmonë që Allahu po të mbikëqyr dhe zemrën e ke posaçërisht për këtë gjë. Pra, nuk e kthen zemrën nga dikush tjetër ose tek dikush tjetër përveç Allahut xhallahu ala. Atëherë, ky përqendrim namaz është si shpirti për namazin. Kurse veprat që ti bën janë si trupi. Trupi pa shpirt ka jetë? Pra veprat që ti bën janë si trupi. Kurse përqendrimi, frika, pra çështjet e zemrës janë si shpirti. Atëherë, nëse nuk ka shpirt, është si një trup pa shpirt, a nuk ka turp për robi thot, që ti drejtohet Zotit ti me këtë namaz? A nuk ka turp robi që ti drejtohet Zotit ti me këtë namaz? Pa që s'është i përqendruar fare, që se ka mendjen fare etj më radh. A nuk e turp thot që ti drejtohesh Allahut me këtë adhurim që bën? Thot, dhe prandaj këtij personi i kanë ardhur transmetime, pra që i bëhet si një rrobe e vjetër, i mblidhet si një rrobe e vjetër dhe i përplaset me të fytyra. Thot, kurse namazi që është plotësuar si ana jashtme, si ana e brendshme, thot, ngrihet tek Allahu xhallahu ala, ka dritë, ka fakt, ka argument, është si drita e diellit. 2. 3. Thot, shif çështjen e pasimit dhe marrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si shembull. Pra që të mundohesh shumë që kjo është tema mësimit tonë. Pra të jetë mundi yt kryesor që ti të marrësh si shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam namazin tënd, të falesh ashtu siç ai falej dhe të largohesh nga çdo gjë që kanë shpikur njerëzit, prej shtesave apo prej mangësive. Pra, prej gjendjeve që nuk janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe as nga dikush prej shokëve të tij radhiyallahu anhum. Dhe mos qëndrosh të kapësh fjalët atyre që kanë bërë lehtësime etj më radh. Kjo është çështja e 3. Çështja e 4 thot pozicioni i ihsanit. Pra,
që ta adhurosh Allahun xhallahu ala sikur ti e sheh. Ta adhurosh Allahun xhallahu ala sikur ti e sheh. Dhe kjo gjendje vjen kur personi e ka besimin e plot tek Allahu, tek emrat e tij, emrat e tij, te cilësitë e tij, sikur e sheh Allahun xhallahu ala. Shife tani, ti jep një, shife çfarë thot? Sikur po e shef Allahun xhallahu ala që ai është mbi qije, është i lartësuar mbi arshin e tij, urdhron urdhresa, ndalon ndalesa, drejton universin, vin urdhrat prej Allahu xhallahu ala dhe ngrihen çështjet tek ai, i paraqiten veprat e robëve, shpirtrat e tyre kur ata vdesin. Ta kesh parasysh gjithë këtë me zemrën tënde. Të meditosh emrat, cilësitë e tij, që Allahu xhallahu ala nuk e ka nevojën askujt. Ai është i vetë mjaftueshëm, ai është i gjalli. Po them unë që s'vdes kurrë, është gjuhës, është shikues, është i gjithfuqishëm, ka urtësi për çdo gjë, urdhron, ndalon, do, urren, kënaqet, zemrohet, bën çfarë doj, gjykon me çfarë doj dhe ai është mbi arshin e tij. Asgjë prej veprave të robëve nuk i fshihet atij, as prej fjalëve të tyre, as prej brendësisë tyre. Ai di dhe tradhtitë e syrit dhe çfarë fshehin zemrat. Kanë thënë dietarët se ky është ajet e Kuranit, tradhtia e syrit. Ti je një vend, je një pozicion që shef diçka fshehtës, pa e kuptuar njerëzit që ti janë rreth teje. Mund të kaloj dikush një femër ose diçka që ti e ke ndaluar ta shikosh për shemb. Ndërkohë që ti bën e shef atë fshehtës dhe nga ana tjetër ruhesh që ky që ke para mos mori vesh. Kjo quhet tradhtia e syrit. Allahu xhallahu ala këtë gjë ta di. E di, nuk i fshihet atij asgjë. Kur ti të falësh namazin, po thot Imam Ibnul Qayyim, ti mendosh të gjëra. Qartë, gjithashtu, ky lloj pozicioni që ti ta adhurosh Allahun sikur e sheh, është baza e veprave të zemrës. Sepse po e patë këtë gjë të shkakton turp prej Allahut, që të kesh turp, ta madhërosh Allahun xhallahu ala, të kesh frikë prej tij, ta duash atë, të pendohesh dhe të kthehesh tek ai, ti mbështetesh atij, ti përulesh atij xhallahu ala, gjithashtu kjo të ndalon nga vezveset, nga cytjet dhe gjithë zemra jote përqendrohet tek Allahu xhallahu ala. Thot, pjesa e robit për sa i përket afrimit tek Allahu xhallahu ala është se sa ti e realizon këtë gjë. Sa ti e realizon. Sa më shumë ta realizosh këtë lloj pozicioni, që është i katërti, aq më shumë ti je afër Allahut xhallahu ala. Ngjoj çfarë thot? E ka përmend fjalë edhe vende të tjera këtë fjalë, edhe e përmendi shumë dietar këtë prej fjalës Imam Ibnul Qayyim. Thot, aq sa i ndryshëm është namazi, aq ti domethënë e ke këtë pozicion. Madje thot, mund të arrijë gjendja që dy burra, dy persona falin namaz, ndërkohë që rrin në qëndrim këmbë njësoj, bëjnë ruku njësoj, bëjnë sejdë njësoj, janë të dy, janë gjithë, bëjnë të njëjtat veprime, ama thot ngjoje mes namazit njërit dhe namazit tjetrit është sa distanca mes qiellit dhe tokës. Kush e bën dallimin? Të dytë, veprimet i kishin të dy të njëjta. Ama ç'ne kjo distancë nga qielli në tokë ose nga toka në qiell, ç'ne? Për këtë çështje e zemrës. Se sa i përqendruar, se sa dashuri ke ti për Allahun, sa frikë, sa e madhëron Allahun xhallahu ala, sa shpreson tek ai, sa i mbështetesh atij, sa i përulur je ti kashi atij, e kështu me radhë. Qartë? 4. 5. Thot, pozicioni 5 është që të meditosh gjithmonë mirësinë e Allahut kashiteje. Allahu xhallahu ala është ai që dha mundësi që ti të jesh në këtë vend. Ti jesh në safat e namazit. Ti që ju përgjigje, unë e kam përmend shpesh, kam vite që ju përmend, ju kam thënë që të çështja e ezanit. Meditoni pak kur muezini thot hayya ala salah, hayya ala falah, hajdeni namaz, hajdeni shpëtim. Është ligjëruar prej sunetit që robi si përgjigjet la hawla wala quwwata illa billah. Çfarë do thot la hawla wala quwwata illa billah? Do thot që nuk ka ndryshim nga një gjendje në një gjendje. Për shembull, thon dietar, nëse ti ishe në shirk, nuk mund kalosh ti nga shirku në tauhid. Nëse ti ishe në bidat, nuk mund kalosh ti nga bidati në sunet. Nëse ti ishe në kundërshtim të Allahut, nuk mund kalosh ti nga kundërshtimi i Allahut, bindet Allahut vetëse, nuk mund kalosh nga një gjendje në gjendën tjetër, vetëse me fuqinë e Allahut. Allahu ty dha sukses
ta lehtësoj, dha mundësi që ti t'jesh prej atyre që falin namaz. Që i bindën Allahut, adhurojnë Allahun, i lutën Allahut xhallahu ala, sepse shifës sa tjerë ka që nuk janë. Atëherë ti që je në këtë pozicion që je, duhet kujtosh gjithmonë që kjo është mirësi prej Allahut. Pra, Allahu xhallahu ala të bëjë që ti t'jesh në këtë vend, t'jesh me këta njerëz, dha sukses që zemra jote, trupi yt, pra ti bindën dhe të adhurojnë Allahun xhallahu ala. Sigur mos isha Allahu xhallahu ala, mos kishte dhënë ai sukses, nuk do ndodhte asgjë prej këtyre. Siç kanë thënë sahabët radhiyallahu anhum, thot ku kanë qenë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është rastin e Hendekut, luftën e Ahzabit, në vitin e 5 të Hijretit. Thot kur ata hapnin Hendekun thonin, pasha Allahun, mos isha Allahu, ne nuk do ishim uzu, as do kishim dhënë sadaka dhe as do falesh. Pra ka dash Allahu xhallahu ala, ka dhënë Allahu sukses që ti të falësh. Prandaj thot, pra ka përmend ajete, thot Allahu xhallahu ala e ka bërë muslimanin që të jetë musliman. Pra kush bëri ty musliman, kush të uzoi që ta veçosh Allahun me adhurim? Islam çfarë do thot? Ti dorëzohesh Allahut me tauhid, ti nështrohesh me bindje dhe distancohesh nga shirku dhe mushrikët. Kush ta dha ty këtë mundësi? Kush dha sukses që ti dorëzohesh Allahun me tauhid, ta veçosh Allahun me adhurim? Kush dha ty sukses që ti bindesh atij, zbatosh urdhëresat, largohesh nga ndalesat? Kush dha ty sukses distancohesh nga shirku dhe mushrikët? Normal që është Allahu xhallahu ala. Pra ta mendosh këtë gjë. Pra Allahu xhallahu ala ta dha mundësi që ti të jesh musliman, që ai që falet, pra që kryen adhurimin e faljes, thot që të falet, i dha Allahu sukses. Ngjojeni tani dy dua. Pra duaja Khalilit, Ibrahimit alayhi salatu wasalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. O Zoti ynë, thot Ibrahimi alayhi salatu wasalam, na bëj ne që të jemi dorëzuar ty, pra të jemi muslimon, të jemi dorëzuar ty dhe bëj musliman nga pasardhësit tan. Pra ai që të bëri musliman kush është? Allahu xhallahu ala. Tjetër, prapë te sura Ibrahim, duaja e Ibrahimit prap, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. O Zoti im, bëj mua që ta kryej namazin ashtu siç duhet dhe gjithashtu bëj kështu, pra që të jenë ta kryej namazin ashtu siç duhet pasardhësit e mi. Pra po i lutesh Allahut që të bëj për atyre që falen, e kryen namazin ashtu siç duhet. Pra që të kuptosh që ai që dha sukses që ti të jesh musliman është Allahu xhallahu ala, dhe ai që dha sukses që ti falesh Allahut, ta adhurosh atë, është Allahu xhallahu ala. Atë i takojnë gjithë falënderimet dhe lavdërimet. Pra ta kuptosh, ta kujtosh këtë gjë kur ti falesh. Gjitha mirësia i takon vetëm Allahu xhallahu ala, që e ka bërë robin e tij që ti bindet atij, dhe kjo pra është nga mirësitë më të mëdha. Ka thënë Allahu xhallahu ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nuk keni ju ndoj mirësi vetëse prej Allahut. Nuk keni ndoj mirësi vetëse prej Allahut. Në ajet tjetër te sura Hujurat thot, kjo është te sura Nahl, te sura Hujurat thot, walakin Allah habbaba ilaykumul iman. Allahu xhallahu ala e bëri dashur për ju imanin. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dhe ja zbukuroi atë në zemrat tuaja. Shife, pra kush e ka bërë dashur imanin në zemrat tona? Allahu xhallahu ala. Kush e ka zbukuruar atë në zemrat tona? Allahu xhallahu ala. E lusim Allahun që të na bëj pra imanin dashur në zemrat tona dhe ta zbukurojë në zemrat tona. Pra kjo e ndihmon shumë njeriu, dhe unë kam thënë shpesh dhe ta hadithi e atyre tre personave që i sprovoi Allahu xhallahu ala. Sepse një nga gjërat që e ndihmojnë njeriu që të jetë i qëndrueshëm tek e vërteta, ta lavdërojë Allahun xhallahu ala, mos të jetë mendje madh, mos t'i pëlqej vetja, e shumë pra smundje, kush e ndihmon? E ndihmon që të kujtoj gjendjen se si ka qenë më përpara. Pra dikush që ka qenë shirk kujtohet kohën e shirkut se si ku ishte. Pra imagjino shkonte në përteqe, në përtyrbe. Dikush mund të ketë qenë krishter, adhuronte kryqin, adhuronte Isain, adhuronte pra atë që ata e quajnë shpirtin e shenjtë, adhuronte shenjtor, adhuronte dëshmor, etj që ata i thon dëshmor. Pra kush e di sa adhuronte me Allahun e përveç Allahut xhallahu ala. Dikush ka qenë i devijum, dikush ka qenë bidat, etj më radh. Ti kujtoj. Pra sepse kjo e ndihmon njeriu, çfarë? Që ta ketë falënderues dhe lavdërues i Allahut xhallahu ala. Shifeni te sura Yusuf, pra Yusufi alayhi salatu wassalam. Çfarë i thot babait i Jakubit alayhi salatu wassalam? I përmend, pra që i thot
ky është realiteti, pra u zbatua ajo ëndër që unë pash, dhe çfarë fillon kujton ato mirësit. Pra Allahu më dha mirësi kur më nxorri nga burgu, kujton pra që mirësinë Allahu xhallahu ala që doli nga burgu, ajo që ndodhi me vëllezërit e tij, e tjera më radh, tu çfarë thon dietarët, pra kur ti kujton mirësitë e Allahut, kujton se ç'a ndodhi, shef mirësitë e Allahut ka shiteje, kjo ndihmon shumë që robi të jetë falënderues. Dhe kur ti e di që këto gjitha i ke për Allahut, ty vetë kanë qef? Je mendje maf? Normal. Se e di që i ke për Allahut, si do t'y pi vetën qef? Si je mendje maf? Kjo ndihmon që t'jesh i qëndrueshëm. Kjo ndihmon që t'jesh falënderues. Kush është ai hadithi? Pra ju më kujtu pra ajetet e surës Yusuf, gjithashtu hadithi atyre 3 personave, që Allahu xhallahu ala i sprovoi një herë me varfëri dhe me smundje, pastaj i sprovoi me pasuri dhe me shëndet. Pra dikush kishte probleme me flokët e tij, dikush kishte probleme me lëkurën e tij, dikush kishte probleme me sytë e tij. Pra dikush nuk shikonte, dikush i kishte ra flokët, dikush kishte probleme me lëkurën. Dhe Allahu xhallahu ala çoi melekun, pra i shëroi, ja largoi të 3 smundjet që kishin dhe i dha pasuri të mëdha. Pra dikujt i dha një deve dhe kjo deve u shtu sa u bën një lëndinë e madhe me deve, tjetri i dha lop, ju bë një lëndinë e madhe me lop, tjetri i dha dele, ju bë lëndinë e madhe me dele. Pastaj, normal që erdhi koha me u sprovu. Dhe, pra meleku vjen pamjen e një personi nevojtar, që ka ngel rrugëve. Pra ka nevojë, ka ngel rrugës, do të shkojnë në vendin e tij. Dhe i kërkon që diçka që një kafsh që të arrijë në atë destinacionin e tij. Çfarë thot pra i pari dhe i dyti përveç dverbrit? Çfarë thon? Kemi obligime të shumta. Kemi pra hakosh i modh, kemi obligime të shumta të më radh, por nuk e ndihmojnë. Kur i thot, po mirë ty ja nuk ishe ti kshu e kshu? Jo, thot, unë e kam trashëgu këtë brezbas. E kam brezbas brezi. Atëherë çai thot meleku? Ishte në pamjen e njeriu, i thot, nëse pra ti po gënjen, atë ktheft Allah ashtu siç ke qenë. Shifa harru se si ishim më përpara. Pra, dikujt që i dha Allahu shnet e harroi smundjen. Dikujt që i dha Allahu pasuri e harroi varfërinë. Kurse ai verbi që Allahu i dha sukses, na bot në gjithë dhe me qenë kështu, i verbi ç'a tha? Tha, unë isha i verbër, Allahu ma ktheu shikimin. Isha i varfër, Allahu ma dha gjithë të pasuri. Prandaj merr çfarë dush, lër çfarë dush. Çfarë thot meleku? Unë jam i dërguar i Allahut tek ju. Pra, nuk kam nevojë. Pa thjesht kaq ishte sprova. Për që të lajmëroj ty që Allahu është zemëruar me dy shokët e tu dhe është kënaq me ty. Prandaj çfarë thot Imam Ibnul Qayyim te Shifaul Alil, te për këtë hadith thot, shumë njerëz harrojnë gjendjen e tyre më pashme. Pra harrojnë ignorancën që kanë qenë, harrojnë varfërinë, harrojnë smundjet e tjera më radh. Dhe ky është problem. Pra kjo shkakton, kjo lloj sjellje, ky lloj qëndrimi shkakton çfarë? Zemrimin e Allahut. Zemrohet Allahu me robin, Allahu na rrit. Pra po deshe që Allahu të kënaqet me ty, atëherë falenderoj Allahun xhallahu ala. Qartë. Dhe këtu namaz tani, ta kujtoj gjithmonë. Pra mos duket vetë sikur ti e ke parasysh, jo, të mendoj që ore desh Allahu që un jam namazli, desh Allahu që un e veçoj Allahun me adhurim, se përndryshe kujdes kudo isha. Qartë. Prandaj thot, pra ky lloj qëndrimi thot Imam Ibnul Qayyim është nga qëndrimet më të mëdha dhe më të dobishme për robin. Robi sa më të madh ta ketë tauhidin, veçimin Allahut me adhurim, thot këtë lloj pozicioni do ta ketë më të madh. Gjojeni tani, nga se ndalon kjo kur ti e di që këtë e ke prej Allahut e tjerë më radh, nga se ndalon, thot prej dobive të saj është që e ndalon njeriu nga vetë pëlqimi. Pas të pëlqej vetë. Pse? Se e di që nuk e, domethënë e ke prej vetes të, e ke prej Allahut xhalla wala. Pra, kur robi e shef këtë gjendje, e di që Allahu është ai që ka dhënë mirësi, Allahu është ai që i ka dhënë sukses, Allahu është ai që e ka udhëzuar, pra e pengon kjo gjë nga pëlqimi, pra pëlqimi i vetes dhe që t'i boj padrejtësi njerëzve, që të ngrihet ta shofi veten çfarë, sikur lart, nuk i pëlqen vetja e tij, thot me gjuhën e tij nuk fillon, pra të kujtoj ato të mirat e tjera me radh. Kjo është ajo vepër që të ngrihet tek Allahu xhallahu ala. Gjithashtu thot prej dobive të këtij qëndrimi është që ti ja kthen lavdërimin dhe falënderimin atij që e meriton, pra
ja kthen falënderimin dhe lavdërimin vetëm Allahut xhalla wala, i shef mirësitë që gjitha janë prej Allahut, pra çdo mirësi e ke prej Allahut, pra çdo e mirë është në duart e tij dhe ky është plotësimi i tauhidit, nuk qëndron, nuk zëvend këmbët e robit në pozicionin e tauhidit vetëse me këtë gjë. Pra, momenti që ti e mëson këtë gjë, je i rrënjosur te ky pozicion, atëherë do ta shohësh që do të shkaktoj, do visi fryti i kësaj dashurie për Allahun, do qesh qetësi kur adhuron Allahun xhalla wala, madje do kesh përmallim, pra do kesh mall përmallim që të takohesh me Allahun xhalla wala. Dhe një nga gjonat që i ka kërku do vi inshallah te duat e fundit para selamit. Pra normal, si te duat e hapjes dhe te duat e fundit, të do ju zgjedh disa dua, sepse janë shumë. Por se te duat e fundit që do vi inshallah, një nga gjonat që i kërkonte, i lutej pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Allahu xhalla wala, thoshte wa shauqa ilay, o Allah më jep mund pra më bëj që të kem mall dhe përmallim për takimin me ty. Për takimin me Allahun xhalla wala. Dhe e fundit, pra nga pozicionet, nga qëndrimet që ndihmon njeriu, pra që tjeti përqëndruar namaz, që ka përmend Imam Ibn Qayyim, Allahu më shërof dhe jashtë përbleft, thot ta shohi pra qëndrimin e mangësisë, pra që ti je i mangët, ti si rob je i mangët. Çfarë do të bësh ti? Ti prap je i mangët. Thot robi, edhe nëse përpiqet me kulmin, maksimumin e përpjekjes, thot prap robi është i mangët. Haku Allahut është më i madh. Pra haku që meriton Allahu gjithmonë është më i madh, sado që ti të përpiqesh. Thot, prandaj ajo që pritet prej personit është që ti bindet Allahut xhalla wala dhe se madhështia e Allahut kërkon prej robit që ta adhurojë atë ashtu siç takon Allahut xhalla wala. Jep shembull atë. Tregon me mbretërit. Qartë, kjo është e mjaftohemi me kaq, pra që ti sa do të mundohesh ta dish që gjithmonë je i mangët. Kto janë 6 shkaqe që nëse personi i kujton, i mediton, me lejen e Allahut ndihmohet që personi të jetë e ndihmojnë që personi të jetë i përqendruar namaz. Allah në bëftë për e tyre. Pastaj thot, pra, imami Sheikh Albani, Allah më shiroft, duaja e hapjes. Thot, pra mbasi thot Allahu Ekber, tregum se ku i vendos durët, e tjera me radhë, tregum gjëra që të ketë parasysh, pra që mos ta prekupojnë atë nga përqendrimi në namaz. E fundit që kemi përmendur është mos ta ngrej shikimin e tij drejt qiellit, pra që tham, kur thua Allahu Ekber, mund të ketë për njerëz që shohin drejt qiellit. Thot, kjo ishte 44, 45, pra duaja e hapjes namazit. Pastaj thot, e hap leximin e tij me disa dua që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ato janë të shumta. Ju thash, këtu do zgjedhim disa. Mendoj që përmendim 3 prej tyre. Thot, pra këto dua janë shumë, po më e njohura, besoj kjo është ajo që dini ju, thot subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarak ismuka, i bona zanoret, wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Kjo është më e njohura. Thot, ka ardhur për këtë urdhri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duhet që ne të kujdesemi për këtë gjë. Thot poshtë, kushdo që të zgjerohet, mund të kthehet thot tek libri bazë, Kjo është një dua dhe do flasim për kuptimin, sepse ju thash një nga qëllimet që kam filluar këtë mësim është të kuptoni pra kuptimin e atyre gjërave që ju thoni, pra kuptimin e duave, kuptimin e dhikrit e tjera me radhë. Thot këtu te libri i mesëm, pra duat e hapjes namazit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e hapte leximin me duat shumë të lloj-llojshme, të ndryshme, thot që falenderonte, lavdëronte Allahun në to, e madhëronte atë dhe e ka urdhëruar me këtë atë që nuk falej mirë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk plotësohet namazi i njërit prej jush derisa t'japi tekbir, të lavdërojë dhe të falenderojë Allahun xhallahu ala dhe lexojë çfarë ka mundësi prej Kuranit. Thot, ndonjëherë mund të lexosh të, ndonjëherë të lexosh të. Një dua e përmendëm. Duaja tjetër, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya, kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya
bil ma'i wath thalji wal barad. E thoshte këtë thot në gjatë farzit. E thoshte këtë gjë gjatë farzit. Do ju lexojmë mbrapa, pra diçka tjetër, pra dhe kjo është duaja parë që ka përmend shehu. Pastaj duan e 5 ka përmend këtë që u tha këtu, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Pra ka bën një koment shehu për këtë dhe e 10-ta, po ju përmend të 10-tën, thoshte gjatë namazit natës disa lloje, thot poshtë ngjojeni këtë duan, këtë komentin e shehut. Kjo pra gjatë namazit natës, që i bi namaz nafile. Thot poshtë, kjo nuk mohon se është e ligjëruar dhe gjatë farzeve. Përveç imamit, sepse ai s'duhet thot ja zgjasi namazin, pra mos ta zgjasi shumë namazin që të lodhi personat që ka ose xhamatin mbrapa vetes. Kjo dua që dietarët e përmendin shpesh dhe për këtë kjo është një nga arsyet që unë po ja lexoj, e përmendin shpesh sidomos rast fitnesh, raste kur robit i përshtellohet, i ngatrohet e vërteta. Ti lutet Allahu xhelala me këtë dua që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bonte gjatë namazit natës, por si u thash, thuhet dhe gjatë namazit farz. Allahumma rabb Jibrail wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaybi wash-shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnik, innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim. Pra këto janë 3 dua. Flasim pak për këto, pra kuptimin e këtyre duave. Fillojmë me këtë të parën që besoj është e njohur tek ju, por se para kësaj shehu këtu ka përmend një dua dhe të shihni që të zbatojmë pak ato fjalët e dietarëve që thamë fillim, që të gjithë kanë porositë që kur hadithi është i saktë, ai është medhebin. Këtu pra kur ka ardhur te çështja e duas hapjes, pra hapjes namazit, ka thonë se është transmetuar nga Imam Malik rahimahullah, pra që ai nuk e shifte, pra nuk e bonte duan e hapjes. Nuk e bonte duan e hapjes. Ngjoj çfarë thotë shehu. Thot, kjo është një synet i sakt që ka ardhur rrugë shumë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajo që duket dhe shfaqet është se ndoshta Imam Malik nuk i kanë arrit këto transmetime. Pra shife mendimi mirë për dietarët, pra pse se ka bë duan e hapjes Imam Malik? Ndoshta thotë si kanë arrit hadithet. Sepse imagjinoni, nuk janë kohë tani, domethënë nuk ka qenë kohë atëherë si kohë tani. Dhe ne shpesh e kemi përmend atë historinë kur dikush prej njerëzve dijes ka mohu një hadith ose ka thonë ky s'është hadith, dietari tjetër çai ka thonë? I ka thonë ai di të gjitha hadithet ti? Jo, i ka thonë nuk i di të gjitha hadithet. Po shumicën e tyre? Jo, thotë as shumicën e tyre. Po gjysmën thotë haditheve? Ndoshta thotë. Po mirë thotë, merr këtë hadith që ti po e mohon ose po thuaj që s'është, konsideroje nga kjo gjysma që ti s'e di. Pra kush është ai që i din të gjithë hadithet? Prandaj mos u habisni, mos u çudisni që në atë kohë, pra mendimi mirë për Imam Malik rahimahullah që ky hadith nuk i ka arrit. Mirë, aty nuk i ka arrit, Allahu më shërof. Po neve na ka arrit syneti, atëherë ajo që kërkohet për ne është që ta zbatojmë. Ajo që kërkohet për ne është ta zbatojmë. Prandaj thotë, ajo që duket që shfaqet është se nuk i ka arrit kjo gjë Imam Malik, Allahu më shëroft. Ose i ka arrit thot, por se nuk e ka zbatuar për një shkak që ai mund të ketë pas. Kurse ti o Maliki, pra ti që pason me dhëbin e Imam Malik, ti o Maliki thot, mos të pengoj ty pasimi verbazi i medhhebit tënd që mos ta marrësh këtë synet, sepse nuk ke justifikim asnjëherë për këtë gjë. Unë për këtë ja lexova. Shifë çka këshilla thotë shehu, pra ti që pason këtë medhheb. Imam Malik si ka arrit dhe ai për këtë gjë ndoshta si ka arrit, ose i ka arrit, ka pasi shkak që se ka bëu, që se ka vepruar. Thotë, po ty të arriti ky hadith. Atëherë ti nuk ke justifikim. Ajo që kërkohet prej teje është të pasosh dhe mos ti jesh pasus verbazi. Dhe mbani mend mësimin e parë, sepse ka shumë dobi, pra për dëmet e pasimit verbazi. Dhe si mundohen si njerëzit jashtë Islami, si njerëzit e devijuar brenda Islamit, që ti lidhi njerëzit çfarë? Me pasimin verbazi. Ti lidhi njerëzit me pasimin verbazi. Ajo që kërkohet për besimtarin është që ku ta gjej të vërtetën ta pasoj. Normal. Kjo nuk do të thotë që ta kërkosh të vërtetën te njerëzit e të kotës.
ta kërkosh tek njerëzit e të vërtetës, ama po të arriti, nga kushdo të erdhi, të arriti, atëherë ti e ke për detyrë që ta pranosh. Siç do vi te fjala e Imam Ibn Qayyim në shpjegimin, komentin e një prej këtyre duave. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Pse? Sepse shef që një nga shkaqet kryesore të shumë njerëzve që shumë njerëz vazhdojnë tek te kota, është pasivi verbës. Ti vjen i thu hadithin, ai thotë jo, po kështu ka thënë imami, kështu ka thënë hoxha, kështu ka bë filani, kështu ka bë alani. Dhe tjetra është shumë e rëndësishme që të bëjnë dallim dietarët mes dietarit dhe këtij pasuesi verbazi. Dietari, për shembull, një nga fjalët që ne përmendëm, që Muhammed ibn Hasan dhe Jusufi më duket nëse zgabohem, dy nga nxënësit e Imam Ebu Hanifës, Allahu më shëroft gjithë, e kanë kundërshtuar pra imamin e vet për një pjesë të madhe të mëdhëbit ose një pjesë të mëdhëbit. Dhe kanë thënë, është transmetuar për tyre që kanë thënë, sikur imami ynë, profesori ynë, dinte këtë që dim ne, do kthehesh dhe ai siç u kthym ne. Pra ti nuk mund vish tani që jo, pse s'qortoni atë ju? Jo, ne nuk e qortojmë atë imam, e justifikojmë sepse ne e dim dashurinë që ata kanë pas për argumentin, për të vërtetën e tjera më radh. Ndërkohë që ti nuk justifikohesh sepse ty të erdhi argumenti dhe po e kundërshton nën ombrellën, nën mbulimin që jo po kështu ka thënë imami. Pra ti je i qortum. Ti je i qortum kur të vjen hadithi dhe nuk e pason. Qartë? Pra kjo është diçka jo e mirë, është diçka e rëndë që të vi hadithi dhe ti mos ta pasosh. Themi pra këtë komentin e shehut, subhanakallahumma, pra çfarë do thot subhanakallahumma? Pra, o Allah, ti je larg çdo mangësie, çdo tmete. Subhanakallahumma, pra që Allahu xhallahu ala është larg çdo mangësie dhe çdo tmete. Pra, wa bihamdik, pra gjithashtu do të vi dhe të hamd, të fjala hamd, që është wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wat ta'dhim. Ta cilësosh Allahun xhallahu ala, lavdëruarin, falendëruarin me cilësitë e plota, me emrat, me cilësitë e plota, ta duash atë dhe ta madhërosh atë. Ky është përkufizim. Megjithëse ne shqipu themi falënderime dhe lavdërime të Allahut. Ama si përkufizim është ta cilësosh ta cilësosh Allahun me emrat, me cilësitë e plota, me dashuri dhe me madhërim. Ta duash dhe ta madhërosh. Kjo është wa bihamdika. Wa tabaraka smuk, pra është i shumt bereqeti i emrit tënd, ku përmendet pra ka hajër, dhe wa ta'ala jadduk, i lartësuar është madhëria jote. Wa la ilaha ghayruk, është e qartë që është kuptimi kujt la ilaha ghayruk, është kuptimi i shahadetit, që do thotë s'ka të adhuruar me drejt përveç teje. S'ka të adhuruar me drejt përveç teje. Shifeni, pra la ilaha ghayruk ka ardhur në dua. Përderisa ka ardhur në dua, a ndryshon komenti dietarëve këtu nga komenti kur komentojnë la ilaha illallah? A ndryshon? Jo, njëjti koment. Pse duhet t'ju them këtë? Sepse kur ngatrun këta që ngatrun njerëzit me fjalën la ilaha illallah, me fjalën ilah, çfarë i thoni njerëzve prej atyre përshëllime dhe ngatrime? I thot, jo, ti vetëm te ilah mos e përkthe Zot, ama ta ajetet, hadithet e tjera me radio, vetëm tu te ilah nuk bën. Ndërkohë që tek mësimi i 4 i fjalës la ilaha illallah, që të kuptoni pse kam bën atë mësim, ose unë atje çka kam përmend fjalë dietarësh tefsiri, dietarësh hadithi, dietarësh fiku, ku gjitha ne përmendet la ilaha illallah ose la ilaha ghayruk ose la ilaha illa ant, dietarët gjitha ne sin tefsir, sin hadith, sin fik e komentojnë njëjtën gjë. Jo kur i shpjegoj njerëzve la ilaha illallah i thotë s'ka të adhuruar me drejt, dhe kur vjen te këto ajete thu s'ka Zot. Jo. Qartë. Prandaj ky është qëllimi atje. Edhe këtu tani, me që është një shembull, çifeni, për shembull, po ju lexojmë nga Sheikhu Imami Muhammed Abdul Wahhab, si te rregullat e edukata e shkuarës në xhami, si te libri i vogël që ne kemi shpjeguar para disa vitesh, kushtet dhe shtyllat e namazit. Ngjoni se e komenton Sheikhu, pra Sheikh Imami Muhammed Abdul Wahhab rahimahullah thot: Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahum, pra o Allah xhallahu ala, ti je larg çdo tmete dhe çdo mangësie. Wa bihamdika, bashkoj mes tesbihut dhe hamdit, pra ti je larg çdo tmete dhe të lavdëroj dhe të falenderoj ty. Wa tabaraka smuk, pra bereqeti arrihet duke të përmend ty o Allah. Wa ta'ala jadduk, pra e lartësuar është madhëria jote.
wa la ilaha ghayruk, pra që ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah, thot la ma'buda fil ardi wala fis samai bihaq siwaka ya Allah, nuk ka të adhuruar në qiell dhe në tokë me drejt përveç teje o Allah. Vjen duaja, ngjoje komentin e dietar. Qartë? Thot, edhe pastaj ka thonë këtu diçka tjetër lidhe me fillimin. Sheikh Ibn Bazi kur e komenton pra librin e Sheikh Muhammadul Wahhabit, thot wa tabarak ismuk. Pra bereqeti arrihet kur përmendet emri yt o Allah. Çdo bereqet arrihet duke përmend emrin Allahu xhallahu ala. Shihni për shembull që të kuptoni bereqetin e kësaj. Për shembull, kur personi hyn në shtëpi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur personi hyn në shtëpi, përmend Allahun xhallahu ala, i thot shejtani shejtanëve, s'kemi vend me bujt sot, s'kemi ku me flet sot. Dhe kur ai hyn në shtëpinë e tij dhe përmend emrin Allahut, pra hyn në shtëpi thot bismillah. Shejtani thot shejtanëve, s'kemi shtëpi sot vetë me flet, nuk kemi ku me bujt. Hyrën në shtëpi, hëngre buk, përmende Allahun xhallahu ala, thot s'kemi ushqim për sot. Që të kuptoni këtë që çdo bereqet arrihet me emrin tënd duke të përmend ty. Shifeni një hadith prej haditheve. Mirë, hyn në shtëpi robi s'përmend emrin Allahut, thot shejtani shejtanëve, e gjetëm ku me bujt sot. E kuptoni fjalën bujt, ku me bonat, ku me flet nat. Thot hyn në shtëpinë e tij, nuk përmend emrin Allahut kur ha ushqim, çfarë thot shejtani shejtanëve? E gjetëm ushqimin për sot. Pra ti e shef bereqetin e përmendjes së emrin Allahut xhallahu ala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa një djalosh të ri, dhe këtu ne kuptojmë që çfarë të rin duhet me i diku, duhet me i këshillu. Jo siç i mashtron shejtani ca njerëz, jo se janë mos janë të vegjël. Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka vepruar kështu. Suneti pejgamberi sallallahu nuk është kështu. Pa një djalosh që ishte duke ngrënë ushqim, edhe çfarë bonte, e lëvizte dorën e tij sa ndej knejnë për ushqim. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot ja gulam, semillah, wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. O djalosh, thuaj bismillah. Ha me dorën e djathtë tënde dhe ha tek ana jote. Sa me i hadith, sa edukata i mësoj? 3. Pra, thuaj bismillah kur ha. Sepse shifni, pra, beqe e ti fjalës, bismillah. Ha me djathën. Pse? Sepse në hadithe tjera thot, sepse ai që ha me të majtën është shejtani. Prandaj besimtari duhet haj me djathën, të pi me djathën, t'ja japi gjërat tjerëve me dorën e djathtë, dhe kur tjerët i japin diçka, ta mori me dorën e djathtë. Pra të haj, të pi, t'japi, të përdori kur ja jep dikujt, përdorësh dorën e djathtë. Dhe kur ai tjetri ta jap, ti ta morësh, ti jesh me dorën e djathtë. Pse? Se thot, shejtani ha me të majtën, pi me të majtën, jep me të majtën, merr me të majtën. Pra të kundërshton shejtanin. Qartë. Pra, thuaj bismillah, ha me dorën e djathtë dhe ha nga ana jote. Pra kur jeni shumë njerëz duke ngrënë me një enë. Jo personi për shembull është nga kjo anë e fut dorën nga ana tjetrit. Jo, ha tek ana jote. Përderisa ushqimi është i njëjtë, gjithë secili haj te ana e vet. Vetëm ka thënë dietar, nëse ushqimi është i lloj-llojshëm, pra ka një pjesë tu, një pjesë aty, atë s'ka problem që të marrësh nga ushqimi që është ndryshe tek ana tjetër. Qartë? Pra shife si e ka edukuar, mosh të vogël. Këtu shifni bereqetin e përmendjes Allahut xhallahu ala. Pra, çdo bereqet arrihet me emrin Allahut, duke përmendur emrin Allahut xhallahu ala me mirësinë e tij, wa ta'ala jadduk, pra e lartësuar është madhuria jote, thot sepse ai as nuk ka lindur, as nuk është i lindur. Është i madhruar, as ka lindur kënd, as nuk është i lindur. Ndërkohë që te nasarat, te krishterët, Allahu dhe ka lindur dhe është i lindur. Allahu dhe ka, sepse për ata është Isai është Allahu për ta. Dhe Isai është i lindur. Prandaj që të kuptoni kur thoni lem yelid wa lam yulad, as ka lindur, as nuk është i lindur, ta dini domethënë ka libra që unë i kam lexuar arabisht krishterëve, thon po tek ne thot Allahu yelid wa yulad, po thot tek krishterët Allahu yelid wa yulad, edhe lind edhe është i lindur. Pra që të kuptoni kur lexoni këtë sure se ku jeni duke kundërshtuar. Lem yelid wa lam yulad. Pra as ka lindur kënd, as nuk është i lindur. Qartë, pra Allahu xhallahu ala është pra i lartësuar në madhërinë e tij. Pastaj, wa la ilaha ghayruk, la ma'buda bihaqqin fil ardi wala fis samai siwaka ya rabbana. Pra nuk ka të adhuruar me hak, me të vërtet,
pra me merit në tokë dhe as qiell përveç teje o Zoti ynë, ai është i adhuruari me hak, i adhuruari me të vërtetë, siç ka thënë Allahu xhalla wala, "Dhalika bi anna Allahu huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Kjo se Allahu xhalla wala është hak, ai meriton adhurimin dhe gjithçka që ata i lutën, adhurojnë përveç tij, ajo është kot. Kurse shpjegimi që i ka bë Sheikhu Themini, Allahu më shëroft kësaj duaje, është shpjegim i gjatë. Kurse lut Allahun që të jeti dobishëm që të kuptojmë se çfarë themi namaz. Thot, pra kjo dua përmban tenzih. Tenzih do thotë që Allahu xhalla wala është larg nga çdo tmet, nga çdo mangësi. Wa bihamdik, thot për kufizimi i hamdit është ta cilësosh të lavdëruarin Allahun xhalla wala me cilësitë, me emrat e plot, me duke e dashur atë dhe duke e madhëruar atë. Çfarë do thotë kjo? Pra, te subhanallah, Allahu pra është larg çdo mangësie, çdo tmete. Thot, mangësia e meta mund të jetë cilësi ose përngjasimi krijesave. Pra, cilësitë e Allahut xhalla wala janë larg çdo tmete dhe mangësie. Ai ka dijen e plot, ka jetën e plot, ka ngjimin e plot, ka shikimin e plot dhe gjitha kështu me radhë. Qartë, pra gjitha cilësitë që Allahu është i cilësuar me to janë larg mangësisë dhe tmetave. Gjithashtu, Allahu xhalla wala është larg që cilësohet me cilësi që mbajnë mangësi, si për shembull që thuhet që ai nuk ka mundësi, ai bën padrejtësi. Normal që Allahu xhalla wala, çfarë? Allahu nuk i bën padrejtësi robëve. Kanë ardhur ajete, kanë ardhur hadithe. Gjithashtu, Allahu është larg nga përngjasimi me krijesat. Çfarë? Allahu është larg nga përngjasimi me krijesat. Pra, a tregon me radhë derisa thot gjithashtu, pra ka përmend ajetet, tregon për shembull një merr cilësitë. Për shembull, dija e tij nuk është si dija e krijesës, sepse dija e krijesës thot ka mangësi. Ka mangësi në fillim, thot sepse para se dishe njeriu nuk dinte, më përpara nuk dinte, pastaj Allahu xhalla wala e mësoi atë. Allahu xhalla wala çfarë? Pra i thot wa allamaka, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra njeriu pra më të mirë, i thot wa allamaka ma lam takun ta'lam, të mësoj ty atë që ti nuk e dije, të mësoj ty atë që nuk e dije. Pra tani kapim ne njerëzit, thot dija e njeriut, pra ka mangësi në fillimin e saj, sepse para kësaj ai nuk dinte. Thot gjithashtu i bashkangjitet harresa, robi harron, di po harron, ndërkohë që Allahu nuk harron xhalla wala. Tjetër thot, pra për sa i përket përfshirjes, dija e njeriut është e mangët, madje edhe shpirtin që ti jeton me të, ti nuk di për të. Thot Allahu xhalla wala o yesalunaka anir ruh, nuk di vetëm atë që ka dash Allahu xhalla wala me të mësu. Ngjore thot ajetin, yesalunaka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Në pyesin ty për shpirtin, thuaj shpirti është çështje e Zotit tim dhe nuk ju është dhënë prej dijes vetëse pak. Mendoni hadithin e Musait me alayhis salatu wassalam me Khidrin alayhis salatu wassalam. Kur hipën nanije, çai tha Khidri Musait, i tha dija ime dhe dija jote ka shit dijes Allahut është sa mori ky zog prej detit. Pa erdhi zogu piu pak prej detit, thot dija ime dhe dija jote ka shit dijes Allahut është sa mori zogu prej detit. Pra, kur themi subhanallahu ti mendosh këto, pra Allahu xhalla wala është larg që të ketë mangësi në emra dhe cilësitë e tij. Si po thot shehu, është i plot në dijen e tij, në ngjimin e tij, shikimin e tij etj me radhë. Është larg që të jetë i ngjashëm me krijesat. Lejse kemi flihi shej, askush asgjë s'është si ai. Po tregon ti tani për shembull, pra ti Allahu xhalla wala është i gjithë ditur, për cilësive ti është dija. Dhe ti si krijesë ka dhënë Allahu dije, por kjo dija jote është thotë është e mangët. Çfarë është e mangët? Ti para se ta kishe këtë dije, ishe ignorant, ishe i paditur. Allahu xhalla wala thotë në sura Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allahu ju nxorri nga barqet e nënave, ju nuk dinit asgjë. Allahu ju nxorri nga barqet e nënave, ju nuk dinit asgjë. Melekët si thonë te historia e Ademit alayhi salatu wassalam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Larg çdo të bete e ty Allah, nuk kemi dije ne vetëm atë që ti na ke, atë që na ke mësu ti. Pra, dija jote para se ta kishe është paraprirë me ignorancë. E dyta, mbasi di, thot, ke mundësi ta harrosh. Allahu xhalla wala nuk
Nuk haron. Tjetra, është e kufizuar, nuk është gjithë përfshirëse. Ti shpirtin, gjithë secili nga ne di që ka jeton me shpirt. Ama sa di e ke ti për këtij shpirti? E ngjuta jetë. Qartë. Prandaj kur thot robi subhanallahu ta mendoj këtë gjë, kur e bën të dua ta mendoj këtë gjë. Jo vetëm këtu, po dhe kur bën dhikrin, mas namazit subhanallahu, ta kuptosh çfarë do thot subhanallahu, se kjo ndihmon që ti të jesh sa më i vëmendshëm, i përqendruar. Thot dhe atë që ti do ta veprosh, nuk je i sigurt do ta veprosh apo jo, por se thjesht shpreson, sepse askush se di se çfarë do bëj nesër. Po ti ke shpresë, ama mundet, po s'ndodh, do ti po s'ndodh. Qartë? Pastaj thot më mbrapa, dhe që të përngjasoj Allahu me krijesat xhelala, kjo është mangësi, sepse përngjasimi atij që është i plot me dikën që është i mangët e bën, kjo është mangësi. Ka përmend të poezinë, edhe ne pra kemi përmend edhe herë tjera për çështje të tjera, është për shembull gjithashtu e dobishme kjo poezi që si më thon të krahasos selefizmin me tjerën. Pra këtu jemi tani, kjo poezi po përmendet që të përngjasosh Allahun që është i plot me krijesat që janë të mangëta, kjo është mangësi. Kjo poezia gjithashtu e përdorin dietarët për një rast tjetër. Si është rasti tjetër që të përngjasos selefizmin ku diun me sufistat, me rafidat, me tabliksat, me ikhwansat. Pse? Ose ta vesh pra sikur janë bara to grupacione. Jo, sepse selefizmi është kuptimi i fesë, kuptimi i drejtë i fesë, kuptimi i islamit i drejtë, ta kuptosh islamin ashtu siç ka zbrit. Si mund ta krahasosh këtë me dikon me grupe që janë çfarë? Kanë devijime, deformime, shtrembrime të islamit. Dhe dietar në tilla raste çfarë poezie përmendin, gjojnë çfarë poezie thon, a nuk e shef që shpatës i ulet vlera nëse thua se shpata është më e mpret se shkopi. Pra si është kjo? Pra ti po the, un kam i shpatë, po e kam shumë të mirë. Ajo shpata që kam unë është më e mpret se shkopi. Në arabisht këtu në këtë rast çka ke bëu? Ke lavdëru? Jo, thon dietar, ti se ke lavdëru, ti e ke ul. Si e krahason shpatën me shkopin? Qartë, për këtë japin këtë poezi. Pra momenti që krahason diçka si shpata me diçka si shkopi dhe thu shpata është më e mpret se shkopi, ti realisht e ke ul shpatën. Dhe Allahu xhelalu ala ka cilësit më të larta të emrat, pra çfarë do të thonë dietar që po përgjasove Allahun që është i plot në emrat dhe cilësitë e tij, çfarë? Me krijesat, atëherë kjo është mangësi. Rasti tjetër që dham, po krahasove selefizmin me grupacionet e humbura, e ke ul selefizmin. Selefizmi ç'është? Selefizmi është ta kuptosh Kur'anin dhe Sunetin siç e ka kuptuar sahabët para të këtij ummeti. Kuptimi i drejtë i Islamit, qartë? Pra thot shehu, nëse ti thua vije kam një shpatë madhe, lavdëron shumë këtë shpatë, por se vjen dhe thu po kjo është më e mpret se shkopi, e ke ul shumë këtë shpatë. Madje thot se vlerëson fare këtë shpatë. Sepse mohove që ti jeti barabart me shkopin. Qartë? Pastaj thot elhamd përmend për kufizimin që ne përmendëm, pra Allahu xhelalu ala është i plot në veten e tij dhe gjithashtu kjo çon që Allahu xhelalu ala është i plot në cilësinë e tij. Në veprat e tij gjithashtu është i plot. Pse? Se veprat e Allahut rrotullohen mes drejtësisë ose mëshirës. Ose mirësisë. Pra gjoja thot sepse veprat e Allahut, pra Allahu xhelalu ala gjithashtu është i plot. Nuk ka mangësi në veprat e tij. Nuk ka mangësi. Thot sepse veprat e tij rrotullohen mes drejtësisë apo mirësisë. Ai pra nuk bën pa drejtësi. Me robët e tij, o do mbaj drejtësi, ose do japi mirësi. Atë që bën keq, Allahu xhelalu ala me të sillet me drejtësi, siç ka thënë, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha, pa ai që bën një të keqe, shpërblimi i kësaj të keqe është një e keqe si ajo, pra nuk mundet shtoj, kurse atë që bën mirë, vepron mirë, Allahu xhelalu ala jep atij mirësi, men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, kush vjen me mirësi ka pra 10 fish. Veprat e Allahu xhelalu ala rrotullohen mes tyre dy gjërave, o drejtësi, o mirësi. Pra normal që ai është i lavdëruar për veprat e tij, ashtu siç është i lavdëruar për cilësitë e tij. Wa tabaraka smuk, tu përfshihen thot gjithë emrat e Allahut xhallahu ala, shembull nga bereqeti i emrit Allahut, thot nëse ti therr një kafsh, nuk thu bismillah, atëherë kjo kafsh është e ngordhur, është haram. Nëse thua bismillah, atëherë kjo kafsh, pra kafsh kuptohet nga kafshat e lejuara, është halal. Që ta keni parasysh, shehu është i mendimit
që nëse ti e therr kafshën dhe harron thush bismillah, tek Shehu Themini Allahu më shëroft, është i mendimit që kë kafshë nuk është e lejuar. Ta keni parasysh. Dhe normal, te kjo fjalë Shehu të kuptoni rëndësinë, domthon plot fare se çfarë do thotë kjo. Te dietarët e tjerë, Allahu alem dhe unë nga ata anoj, që po harrove thush bismillah, pra e bën harrove, kafsha inshallah është e lejuar. Ama ta dini që Shehu Themini thotë, po harrove thush bismillah kur therr kafshën, ajo kafshë është ndaluar. Edhe këtu duket qartas, pra bereqeti i përkujtimit të emrit Allahut xhallahu ala. Kur ti ha ushqim, nuk merr pjesë me ty shejtani, përmend Allahun xhallahu ala, nuk merr pjesë me ty shejtani. Kur ti thu bismillah në abdes, thot ata dietar që e shohin se është obligim, thot abdesi yt është i saktë. Nëse ti nuk thu bismillah tek ka dietar, abdesi yt nuk është i saktë. E kështu me radhë. Pra ky është bereqeti i përmendjes së emrit Allahut xhallahu ala. Wa ta'ala jadduk, pra jadduk është adhama, lartësuar është madhështia, madhëria jote, pra një madhështi shumë e madhe. Thot wala ilaha ghayruk është kelimatu tauhid, fjala e tauhidit, pra s'ka të adhuruar me drejt përveç Allahut xhallahu ala. Pra kjo është fjala e tauhidit me të cilët janë dërguar gjithë dërguarit, siç ka thënë Allahu xhallahu ala te sura Anbiya, nuk kemi dërguar para te ndonjë dërguar, vetë se kemi shpallur atij se s'ka të adhuruar me drejt përveç me, pra thot Allahu xhallahu ala, prandaj veçoni mua me adhurim. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush e ka, pra i cili e ka fjalën e fundit këtë botë, la ilaha illallah, hyn xhenet. Kuptimi i saj, la ma'budu haqqun illa Allah, nuk ka të adhuruar me drejt, nuk ka adhuruar drejt përveç Allahu xhallahu ala. Pastaj bën një pyetje, a ka të adhuruar me të kot? Po, ka të adhuruar me të kot. Pra gjithë ata që përveç Allahut që adhurohen përveç Allahut, janë të adhuruar me të kot. Ka përmend ajetin dhalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yaduna min dunihi huwa al-batil. Kjo se Allahu është hak, pra i meriton adhurimin dhe çdo kush që adhurohet përveç tij, adhurimi i tij është i kot. Qartë? Doja tjetër, pra Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib. Çfarë do thotë? Thotë ti lutesh Allahut xhallahu ala që të largoj, të kesh distancë mes teje dhe mes gjunafeve, si distanca e lindjes dhe perëndimit. Pra ti jetë larg ti nga gjunafet, siç është lindja nga perëndimi. Pra njerëzit kur duan të japin shembull për diçka të largët, thotë larg sa lindja nga perëndimi. Pra, o Allah, më largo mua nga veprimi i gjunafeve që mos t'i bëj. Pra kur ti thu, o Allah, më largo mua, ose bëj distancë mes meje dhe mes gjunafeve, sa mes lindjes dhe perëndimit, çaj duke ju lutur Allahut që mos t'i veproj gjunafet, Allah. Ti jem larg kundërshtimit tënd. Ose thot, gjithashtu, më largo mes meje dhe mes dënimit për këto gjunafe. Pa largoje dënimin për këto gjunafe nga unë, o Allah. Kuptimi i tjetër. Thot, pra, qëllimi me këtë është gjunafet, kjo është pra që të largohesh, që mos t'i bësh. Fjala tjetër, o Allah, më pastro prej gjunafeve, pjesa tjetër e hadithit, o Allah, më pastro prej gjunafeve, ashtu si që pastrohet roba e bardh nga papastërtia. Pra imagjino një robë shumë e bardh, i ka rënë diçka e papastër. Normal që papastërtia të roba bardh bie në sy. Ti po i lutesh Allahu xhallahu ala që të pastrojë nga gjunafet, ashtu siç pastrohet kjo robë e bardh nga papastërtia. Ktu tani çfarë do thotë? Pra ato gjunafe që ti i ke, rasti i parë është që të largohesh për mos t'i bësh. Pjesa tjetër në hadith është që masi i ke bërë Allahut pastroj. Pra të pastroj, ti thot mbasi i ke vepruar që Allahu xhallahu ala të pastroj siç pastrohet rroba e bardh kur i bie një papastërti, thot ka përmendur rrobën e bardh sepse aty bie në sy shumë papastërtia, ndryshe nga rroba e zezë, ndoshta mund ta marrë thot rrobën e zezë për një kohë shumë gjatë dhe zbi në sy, ama rroba e bardh thot shehu bi direkt në sy. Pra i papastërti, direkt, pra ti lutesh Allahut që të pastrojë nga gjunafet, siç pastrohet pra rroba e bardh nga papastërtitë. Kjo është e dukshme te gjunafet që robi i ka bër, pra dhe mbasi i ka bër Allahu xhallahu ala të pastroj. Pastaj thua, pra i lutesh Allahu xhallahu ala, Allahumma ighsilni min khataayai, Allahumma ighsilni min khataayai bil ma'i wath thalji wal barad. Pra o Allah, më pastro, më la nga këto gjunafe, pra me ujë, me borë, me breshër, me diçka të akullt, pra që të pastroj nga këto gjunafe. Pra më pastro dhe më la nga këto gjunafe. Kjo që është e dukshme te ky hadith, pra se fjalia e parë është që unë të largohem, mos t'i bëj gjunafet.
Nëse i bëj këto gjunafet, më pastrosh dhe mos ketë gjurmë. Dhe shtohet ky pastrim me ujë, me bore, me breshër, me diçka taku. S'ka dyshim se uji thot është pastrues, por se bora apo breshi apo akulli thot pse kush është përshtatja e këtyre? Sepse gjunafet, nga dikimi këtyre gjunafeve, gjurmët e këtyre gjunafeve është dënimi me zjarr. Dhe s'dihet se zjarri është i nxehtë, atëherë ti ke nevojë për çfarë kur zjarri është i nxehtë? Pra, çfarë pasojë kur ti kundërshton Allahun? Dënohesh. Dënimi është me zjarr, është i nxehtë. Çfarë përshtatet me këtë e kundërta kësaj? Është farë me diçka të freskët, që është bora apo breshi apo diçka e hapur. Qartë? Pra i lutesh Allahu xhallahu ala për këtë gjë. Te libër tjetër ka përmbledh këto të tre fjali që kanë ardhur në hadith. Pra fjalia e parë thot ka lidhje, pra largo siç është linja e perëndimit për gjunafe, pra që robi nuk i ka bërë. Mpastro, siç pastrohet rroba e bardh kur i bie një papastërti, është gjunafet që ti i ke bërë. Dhe fjalia e tretë është gjunafe që ti e pastruar, i ke lënë ato, por se ka nevojë për larje dhe pastrim që ti i ke ndikimi këtyre gjunafeve, atë e ke thënë, la për këtyre, më pastro për këtyre gjunafeve me ujë, me borë dhe me bresh. Qartë, kjo është duaja e dytë. Duaja e tretë, pra ku i lutesh Allahu xhallahu ala duke i thënë, o Allah, Zoti i Xhibrilit, i Mikailit, i Israfilit. Këto melek, këto engjëj, pra krijesa madhështore të Allahut xhallahu ala, i thua Allahut, i lutesh, o Allah, Zoti i Xhibrilit, i Mikailit, i Israfilit, fatira as-samawati wal ard, pra ti je krijuesi i qielleve dhe i tokës, që i ke krijuar qiellin dhe tokën, alim al-ghaibi wash-shahada, ti e di dhe të fshetën dhe të dukshmet, pra dhe atë që shfaqet dhe atë që fshihet, ti do gjykosh ose ti gjykon mes robërve tu. Kjo është ajo duaja që ju thash, që dietarët e këshillojnë shpesh. Pra një nga gjonat është që ti të bësh sebepet që të uzohet, bësh sebepet që qëndrosh rrugën e drejtë. Po një nga shkaqet gjithashtu është që të bësh dua, ti lutesh Allahu xhallahu ala. Pra, thua, o Allah, Zoti i Xhibrilit, i Mikailit, i Israfilit, krijuesi i qielleve dhe i tokës, ti që e di të fshetën dhe atë që shfaqet. Çfarë kërkon tani? Ti do gjykosh, gjithashtu thua, ti do gjykosh mes robër ose ti gjykon mes robërve tu, kur ditën e gjykimit, duke u bërë i qartë ai që është muhiq dhe ai që është mubtil, ai që është në të vërtetën, që ka qenë në të vërtetën këtë botë, dhe ai që ka qenë në të kotën. Kush do gjykoj mes tyre? Kush gjykon? Allahu xhallahu ala. Pra, duke bërë qartë kush ka qenë të vërtetën, kush ka qenë të kotën, thot duke shpërblyer dhe duke dënuar, pra fima kanu fihi yahtalifun, ti gjykon. Pra, në ato gjërat që njerëzit kanë rënë kundërshtim, pra në çështjet e fesë, kur kanë qenë në jetën e kësaj bote. Pastaj, pra i thua Allahu xhallahu ala që tu zoj Allahun këto kundërshtime, pra këto kundërshtime që kanë ndodhur, ti kërkon Allahut që tu zoj. Sepse Allahu do gjykoj mes atyre që kanë qenë të vërtetën, mes atyre që kanë qenë të kotën, që kanë pas kundërshtime në këtë botë, çështjen e fesë, pra gjatë jetës së saj bote, i kërkon Allahu xhallahu ala që tu zoj çdo gjë që ka ra kundërshtim njerëzit. Pra njerëzit kanë ra kundërshtim të gjë, ti lutesh Allah që nga ky kundërshtim që njerëzit kanë ra, muzo mu tek e vërteta. Muzo mu tek e vërteta. Çfarë do thotë? Ngjoni si thotë, pra bi idhnik na jep sukses dhe ma lehtëso mu të vërtetën. Pse? Innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim. Ti udhëzon atë që don rrugën e drejtë. Shekull Islam, pa ju thashë dietarët e përmendur shpesh, tani po ju jap shembull. Shekull Islam thotë, mbasi përmend qëndrimin e njerëzve të sunetit, ka shi tauhidit e emrave të cilësive të Allahut xhallahu ala. Tauhidi i emrave të cilësive, kush është për kufizimi? Besosh në emrat dhe cilësitë e Allahut xhallahu ala që kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunet, pa i mohu, pa i përngjasu, pa i shtrembru, pa i përshkru. Ky është qëndrimi i njerëzve të sunetit. Dhe sheku duke thënë këtë, pra është duke folë për këtë temë te Fatwa al-Hamawiyya, ajo që quhet akide Hamawiyya, thotë, kujt i ngatrohen këto gjëra, pra të ngatrohet çështja, atëherë ose një çështje tjetër, ngatrohet kjo apo një çështje tjetër, atëherë lutu me atë që ka transmetuar Muslimi, Allahu mëshiroft, nga Aisha radhiyallahu anha, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur çohesh për namaz natë, thonte Allahumma rabb Jibrail wa Mikail. O Allah, Zoti i Jibrailit, këtë dua që më tha. Pra po tu ngatrojnë gjërat, lutu Allahut me këtë dua. Pastaj mbrapa thot Allahu mëshiroft, sepse
kur robi tregon nevojën e tij që ka karshi Allahut, i lutet atij dhe shef vështron pra vazhdimisht në fjalën e Allahut, fjalën e dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe fjalët e sahabëve, tabiinëve dhe imamëve të Islamit, i hapet rruga e udhëzimit. Pra bën dua. 1. E dyta, pra te duaja tregon nevojën e madhe që ke ti karshi Allahut. Se Allahu xhallahu ala çka ka thënë? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. O ju njerëz, ju jeni fukare, ju jeni nevojtar për Allahun xhallahu ala. Allahu s'e ka nevojën as kujt. Thot, pra duke lexuar vazhdimisht Kur'anin, Sunetin, fjalët e sahabëve, tabiinëve, të hapet rruga e udhëzimit, kuptohet me lejen e Allahut xhallahu ala. Pastaj këto nuk ka lidhje me temën, por se me që është përmend të kontekst, unë desha t'ja u përmend si dobi shumë të madhe, kemi përmend të çështën e xhalitetit, sepse thot e kundërta shfaq mirësinë e të kundërtës, Pra, ti kur ja di bereqetin të vërtetës shumë, kur njeft kotën. Prandaj gjoni që thot Allahu më shiroft, robi sa më shumë ta njohit kotën, aq më shumë e madhëron të vërtetën dhe ja di vlerën e saj. Thot Sheh Fozani te komenti i kësaj fjalës Sheikhul Islam ibn Taymija, pra, kërko udhëzim kur përmend të dua. Kërko udhëzim prej Allahut xhallahu ala kur ndodh kundërshtimi i njerëzve, kërko udhëzim prej Allahut që të udhëzojë tek e vërteta dhe që pra të tregojë, të orientojë tek rruga e drejtë, sepse Allahu xhallahu ala është afër dhe të përgjigjet. Por se nuk mjafton vetëm duaja, patjetër duhet kërkosh dije. Pra nuk mjafton thjesht bën dua dhe jo, kërkoj që mësosh Kur'anin, Sunetin, argumentet e tjera me radhë. Pra, që të vish dhe të thuash, unë do bëj këtë hadith, do veproj me këtë hadith, do bëj dua, do ta lexoj çdo natë, nuk kam nevojë të mësoj, se do mvi dija prej Allahut, thot, do të zbresi dija prej Allahut, jo, patjetër duhet mësosh, duke kërkuar të vërtetën dhe ta bësh dhe këtë dua. Pra, vepro shkaqet. Pra, kur ti kërkon dijen, ky është shkak, duaja është kërkim mbështetje tek Allahu xhallahu ala. Pra, te kjo fjala Sheikhul Islam, pra kur ti tregon nevojë karshi Allahut, studion Kur'anin dhe Sunetin, pra nuk mjaftohesh vetëm me dua, por se kërkon dhe dijen. Pra, nuk është shife, si më thënë, lexon vazhdimisht, jo gjysore, jo 1 orë, dhe pastaj thua jo, po unë kaq ka mundësi. Merr një libër, merr 2 libra dhe thu, jo unë kaq. Ndërkohë që Sheikhul Islam, Allahu më shiroft, thot, unë komentoj një ajet, ose nuk e komentoj një ajet, derisa të lexoj, të shoh 100 libra tefsiri. Kush është ky ibn? Sheikhul Islam ibn Taymija. Pra, mos u mjafto thot me pak. Për një ajet vetëm thot shifte 100 libra tefsiri. Pra, studio fjalën e Allahut, fjalën e dërguarit sallallahu alaihi wasallam, kjo së pari. Pastaj fjalët e sahabëve, tabiinëve, imamllarëve, se disa njerëz vinë dhe thonë ata janë burra dhe ne burra jemi. Ne marrim vetë nga Kurani dhe Suneti dhe lëm fjalët e dietarëve, fjalët e sahabëve, tabiinëve, 4 imamllarëve shumë me radhë. Kjo është gabim, ky është mashtrim, Allahu na ruaj. Përfito për fjalëve të dietarëve, për fjalëve imamllarëve, sepse ata janë më të ditur se ti, thot, sepse ata të orientojnë që të kuptosh Kuranin dhe Sunetin. Sepse po e bëre këtë gjë, do të hapet rruga e udhëzimit, s'ka dyshim se kush bën sebepet, Allahu xhallahu ala është afër dhe përgjigjet, pra shehu të skicoj ty rrugën për kërkimin e dijes. Bëj dua, por se bëj dhe sebepet kërko dijen. Kjo ishin fjalët e Sheikhul Islam. Kurse fjalët e Imam Ibnul Qayyim, ti lexojmë dhe këto dhe mbyllim inshallah. Thot, tek libri i Ilamul Muwaqqi'in ka përmend se çfarë duhet ketë parasysh muftiu, ai që jep fetva, dietari që jep fetva. Thot, gjërat që duhet ketë parasysh dobia 61, thot që ta shumoj sa më shumë duan për veten e tij që Allahu t'i jap sukses. Thot, i ka hije muftiut që t'i bëj sa më shumë dua. Me çfarë duaje të bëj? Muftiu, tani kemi një mufti, dietar që do japi përgjigje njerëzve. Një nga gjërat që unë e këshilloj, thot Imam Ibnul Qayyim, është të bëj dua që Allahu t'i japi sukses. Me çfarë duaje? Duaja e temës që kemi në duaja e hapjes. Thot me hadithin e sakt, Allahumma rabbe Jibraila wa Mikaila wa Israfil. Shehu ynë, kush është shehu ynë? Ibn Taymija, Sheikhul Islam. Thot shehu ynë e bënte shpesh këtë dua. Dhe kur i ngatroheshin atij çështet, thonte, o ti që ke mësuar Ibrahimin, mëso mua. Kush e ka mësuar Ibrahimin? Normal Allahu xhallahu ala. Pra bënte këtë dua dhe i lutesh Allahut, o ti që ke mësuar Ibrahimin, mëso mua. Thot, dhe i kërkonte ndihmë Allahu xhallahu ala, duke marrë si shembull Muadhi radhiyallahu an. Muadhi i ka thënë njëri prej nxësave të tij, kur e pa se po qante, i tha pse po qan?
I thot nxënësi Muadhit radhiyallahu an, unë nuk po qaj thot për një dynja që merr përfitosha për teje. Pra, kemi një nxënës që po qan prezencë profesorit tij. Profesori i tij kush është? Është Muadhi radhiyallahu an. I thot pse po qan? Thot unë nuk po qaj se me ikën tënde nga kjo botë, me iku diçka prej dynjas. Pra sepse unë nuk jam shoqëruar me ty që të përfitoj diçka prej dynjas. Por se thot unë po qaj për dijen dhe imanin që mësosha prej teje. Pra këtu e shef se sa boshlik le dietari me ikjen e njeriu dijes me ikjen e tij. Por se unë po qaj thot për dijes dhe imanit që mësoja prej teje. Më tha Muadhi radhiyallahu an, thot dija dhe imani aty është ai që i kërkon i gjen. Dija dhe imani aty është ai kush i kërkon i gjen. Kërkoje dijen të 4 persona. Inda Uaimir është Abu Darda, thot Abu Darda, te Abdullah ibn Mesudi, te Abu Musa al-Ashari dhe përmendi dhe të katërt i thot. Nëse këta të katërt nuk e gjen përgjigjen të këta të katër, atëherë për banorët e tjerë tokës janë më të pamundur. Pra kur këta të katër s'japin xhevap, tjerët nuk kanë xhevap. Ka përmend çift 4 prej dietarëve të sahabëve. Kush i ka përmend? Muadhi radhiyallahu an. Thot mirë, pse merr të shembull shehu, ngjoni çfarë thot në fund. Nëse pra kur arrin këtë grad që nuk ka kush t'japi xhevat, fa alejke bi muallimi Ibrahim. Atëherë thot, lutju atij që ka mësuar Ibrahimin. Kush është ai? Lutju Allahu xhallahu. Qartë? Thot, disa prej selefëve thonin kur jepshin përgjigje, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lart metave e ti o Allah, nuk kemi dijen vetë atë që ti na ke mësu. Fjala kujt është kjo? Fjala me lajkëve që përmendëm më përpara. Kurse Mekhuli thoshte, Mekhul Shami, një prej dietarëve, la haula wala quwata illa billah. Nuk ka ndryshim gjendje, nuk ka fuqi për këtë, vetë se prej Allahut xhallahu ala. E lëm këtë se ka përmend dua për selefëve, sepse ne qëllimi i ishte vetëm çështja e hadithit dhe e mbyllim me këtë të Sawaikul Mursala, mbasi përmend pra këtë përmend çështjen e ajetit që ka lidhje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë të duan e ti, Allahumma rabbe Gjibrila, u Mikaila, u Israfil, duaja deri në fund. Ka u zonë Allahu, që të kapet me të vërtetën. Ku do qofta ajo? Me kë do qofta ajo? Gjeni? Atë që u zonë Allahu, që të kapet me të vërtetën. Ku do qoftë dhe me kë do qoftë? Ku do dhe me kë? Ju thash, këtu ka dallim mes kërkimit dhe ardhjes. Po të ardhi pranoje, por se për ta kërku, mos e kërkove se të njerëzit e të vërtetën. Thot, kujt i jep sukses Allahu që ta marr të kapet me të vërtetën. Edhe duhet ta kenë parasysh këtë, sidomos ata që çfarë, burim për të vërtetën kanë bë vetëm një person të veçantë. Pranojnë vetëm prej atij, po siç janë pasuesit verbaz, i fanatikët. Thot, kujt i jep sukses Allahu që të kapet me të vërtetën, ku do qoftë me kë do qoftë. Edhe nëse është me dikon që ai e urrën, që ti e ke armik dhe e refuzon të kotën, me kë do qoftë. Pra ku do qoftë, edhe nëse është me dikën që ti e do dhe e miqson. Pra kemi të vërtetën. Do ta pranosh edhe nga dikush që ti e të urren, e ke armik, të dikush që ti e urren. Po se po thot diçka të vërtetë, detyrë për ty është që ta pranosh. Nga ana tjetër ke person që ti e do, e miqson, ai tha të kotën, ti duhet ta refuzosh. Qartë, prandaj po e përsëris edhe një herë, ka u zon Allahu që ta marrë të vërtetën. Ku do qoftë, me kë do qoftë. Edhe nëse është me dikën që ai e urren dhe armison dhe refuzon të kotën, me kë do qoftë. Edhe nëse është me dikën që ai e do dhe mison, ky është ai që ka udhëzuar Allahu në atë që janë kundërshtuar njerëzit, pra prej të vërtetës. Atë që ka këtë hadith, ky është. Pra po arritën këtë grad, atëherë ke hyrë te ky hadith që ti bën dua për këtë. Na boft Allahu prej atyre. Subhanallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadha i wajid.